Po vazhdoj t'ju flas drejt për drejt, zonja dhe zotëri, nga studio e Politikos. Lajmi i madh ndërkombëtar është zgjedhja e papës së ri. Robert Prevost quhet papa i ri dhe do të njihet si Papa Leo i 14. Dhe çka është veçantia është papa i parë që vjen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është papa i parë amerikan. Dhe sot, në fakt, konklava e Vatikanit mbajmë në ato pamje, eventualisht në çfarëdo varianti që vetëm t'i kemi. Papa është zgjedhur në konklav kur është arritur pajtimi i madh, edhe që ka simbolizuar me natyrisht me tymin e bardhë që njihet ndryshe. Do t'jem së bashku me famullitarin e Kishës Katolike, edhe njëkohësisht përgjegjësin për dialogun ndërfetar, Don Mikel Sopin, në lidhje të drejtë për drejtë, dhe me Don Mikelin do ta kontekstualizojmë këtë zhvillim të jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Don Mikel, mirëmbrëma dhe të faleminderit shumë që je direkt me neve këtu në transmetim në Politiko. Përshëndetje, nderuar kushtrem, për ju dhe për gjithë teleshikuesit tuaj, si dhe për kujdesin për këtë ngjarje të rëndësishme, si për Kishën Katolike, por gjithsesi edhe për botën mbar, ku shpresojmë është një ditë shpresje dhe gëzimi që sigurisht se kjo ditë u bën një lajm ashtu i rëndësishëm ndërkombëtar me befasirat e veta. Absolutisht po, një lajm i jashtëzakonshëm ndërkombëtar. Kemi papën e parë amerikan. A është kjo befasi, si është parë dhe si është raportuar, se po i shoh në aktualisht të gjitha media ndërkombëtare kanë në ballin dhe të gjitha media ndërkombëtare po e ndërlidhin edhe me zhvillimet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, me ardhjen e Trumpit e me shumë çka tjetër. Si e shihni ju, për arsye se jeni më afër këtyre zhvillimeve, Don Mikel? Ata që i dinë në rrjedhat faktikisht edhe proceset e zgjedhjes të papës, janë disa gjëra që na bën të kuptojmë se nuk është rastësi emrimi, ndoshta si individ po, por si profil jo, nga se fakti që në zgjedh ka shpejt, jenë mbrëmje, kanë filluar dhe në votimin e 4 u zgjedh papë, ku dihet se për të zgjedhur papën duhen 2/3 të kardinajve, që do të thotë se kanë herë kërkon kohë pak më shumë dhe takime pak më të gjata. Kësaj radhe ky vendim që është mjaft i shpejt tregon se kardinajt ishin të vetëdijshëm që ta kemi një papë me profilet dhe me karakteristikat që i ka papa tashmë Leoni i 14 që mori emrin, po dhe ky emër pak na bën të kuptojmë se vërtet kemi të bëjmë me një njeri që kërkon një baraspeshim, jemi të jetu në këto kona të konfrontimeve, të mosmarrveshjeve ndërkombëtare, dhe njihet ky si papë që vërtet kërkon më tepër dëshmi se sa fjalë, nga se sot kemi shumë fjalë, por pak ka dëshmi që punojnë për të mirën, për drejtësi, për paqe. Kështu që presim që vërtet përsaktimi i tij edhe emri i tij më në fund do të jetë një mision që të përkthehet, ka shumë variante të emrit Leon, por nëse përkthejmë gjuhën tonë do të thotë Luan, dhe shpresim që të jetë një Luan i drejtësisë, i mirëkuptimit, një papë që ka ndjesi për ata që mendojnë ndryshe, kështu që edhe për shoqërinë tonë kosovare, multietnike, multireligjioze, sidomos dhe ku ne në fakt jetojmë një gjë të tillë, mendoj se do të jetë i dobishëm edhe një nxitje, një motivim edhe më tej që të vazhdojmë kështu, të jetë një harmoni edhe ndërfetare, madje është një papë që vërtet do të angazhohet edhe për drejtësi sociale, është papë që ka zgjedhur emrin të paraardhësit të tij, Leoni 13, cili është i njohur pikërisht me angazhimin e tij në sferën shoqërore për drejtat e punëtorëve, me enciklikën e tij Rerum Novarum e vitit 1891, që faktikisht i ka përshkruar gjithë aty